Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Pëson goditja dhe projekti infrastrukturor që lidh Prishtinën me Shkupin. Mediat raportojnë se faza e dytë e rrugës Shkup-Llac me gjatësi prej 12 kilometrash rrezikon të mos ndërtohet si autostradë, por të reduktohet në një rrugë të shpejtë. Sipas informacioneve të siguruara, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me Maqedonisë së Veriut i ka kërkuar ndërmarrjes shtetërore që të përgatisë një analizë për këtë segment, me qëllim vlerësimin nëse ndërtimi si rrugë ekspres do të ishte më i lirë dhe më i arsyeshëm ekonomikisht. Kjo lëvizje nënkupton në praktikë braktisjen e konceptit fillestar për autostradën. Arsyet kryesore për këtë devijim, sipas të njëjtave burime, janë mungesa e mjeteve financiare dhe vlerësimi se përfitimi ekonomik nga kjo rrugë është i kufizuar. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, ngriti shqetësimin se Ministria e Transportit dhe Lidhjeve ka kërkuar analizë zyrtare për të ulur projektin e autostradës Shkup-Llac në rrugë ekspres, ndërkohë që tenderi ekzistues për autostradë mbahet pezull. Përmes një postimi në profilin e tij, Osmani informoi dhe për anullimin zyrtarisht të lidhjes Struk-Qaftan me Shqipërinë. Sipas tij, të dy vendime në dy pika kyçe nuk janë rastësi, por veprime të qëllimshme dhe të hapura për shkëputjen e vendit nga Kosova dhe Shqipëria. Për ish-ministrin e jashtëm, vendimet e qeverisë së VMRO-DPMNE-s dhe Vlenit janë në përputhje me logjikën e politikave të botës serbe. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh zyrtarisht shqetësimin për anullimin e korridorit të 8 në segmentin Trebenish-Qaftan që lidh Maqedoninë e Veriut me Shqipërinë. Opozitarja shqiptare paralajmëron qeveritarët se do të mbajnë përgjegjësi. Për anullimin e korridorit të 8 në Struk u shpreh deputeti nga Struga Bekim Qoku, i cili e mbrojti qeverinë duke thënë se fakti që ka arritur kjo rrugë deri këtu është një arritje jashtëzakonshme. Me njerë ka reaguar dhe zëvendës ministra e transportit mbi zhvillimet më të fundit për korridorin të 8, duke cilësuar atë një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore për vendin e rajonin. Sipas saj, punimet janë duke u zhvilluar me progres të dukshëm në të gjithë segmentet ku janë përmbushur kushtet ligjore dhe teknike. Megjithatë, zëvendës ministra Zakolli ka sqaruar se për segmentin Trebeshin-Qaftan gjatë fazës së projektimit fillestar nuk ishte kërkuar mendim nga UNESCO përkundër ndjeshmërisë së zonës. Në takimin e fundit ndërmjet ministrit Nikolovski dhe përfaqësuesit e lartë të UNESCO-s janë paraqitur vërejtjet për projektin aktual të cilin qeveria e ka trashëguar. Zëvendës ministria Zakolli Zeqiri ka theksuar se është thelbësore që të mos rrezikohet në asnjë moment statusi që gëzon vendi. Franca i kujton Maqedonisë së Veriut se hapja e negociatave baret nga ndryshimet kushtetuese. Ambasadori francez në Shkup, Christophe Lerigoler, tha se aktualisht është periudha kur Bashkimi Evropian po tregon gatishmëri të shtuar për zgjerimin dhe se Franca ofron mbështetje për reformat në Maqedoninë e Veriut. Por sipas tij, hapja e klastrave në procesin e negociatave të vendit me Bashkimin Evropian është e kushtozuar me ndryshimet kushtetuese. Je crois qu'il y a plusieurs, il y a quelques sujets à distinguer ici. Je commencerai, et c'est logique si j'ose dire, par parler du cluster 1, ce qu'on appelle le cluster des fondamentaux. Parce que pourquoi ce cluster? Parce qu'en fait, c'est celui dans la procédure de négociation par lequel tout va commencer et tout va se terminer. Do të fillojmë me klasterin për vlerat fundamentale dhe është pikërisht ai klaster që do të jetë i pari që do të hapet dhe i fundi që do të mbyllet. Shteti të jeti përgatitur të hap atë klaster pasi të përfundojë etapa qendrore dhe më e rëndësishme që janë ndryshimet kushtetuese, ashtu siç është parashikuar në mekanizmin negociuese të miratuar në vitin 2022, tha ambasadori i Francës në Shkup, Christophe Lerigoler. Rajoni. Antarësimi i Kosovës drejt Bashkimit Evropian ishte në thelb të takimit ndërmjet kryeministrit Albin Kurti me presidentin francez Emmanuel Macron në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Kurti informoi kabinetin mbi takimin 120 minutësh me kreun e Pallatit Elizes në Paris. Me presidentin Macron biseduam për rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Krahas asaj, shefi i qeverisë informoi dhe për rolin e rëndësishëm dhe të vazhdueshëm të NATO-s në Kosovë për bashkëveprimin me aleatët Veri Atlantik dhe për sigurinë rajonale në Ballkan. Për bashkëveprimin me aleatët Veri Atlantik dhe për sigurinë rajonale në Ballkan. Forcimi i kapaciteteve mbrojtëse dhe raportet me fqinjen verior të Kosovës ishin çështje të cilat në kontekst të sigurisë së vendit tonë i diskutuam me presidentin francez. Kosova miraton dërgimin e trupave në Gaza. Në mbledhjen e qeverisë u miratua vendimi për të dërguar në kuvent projektligjin për dërgimin e trupave të Forcës së Sigurisë Kosovës. Ministri i Mbrojtjes Eyüp Maqedonsi deklaroi se vendimi është ndërmarrë në kuadër të bashkëpunimit me aleatët ndërkombëtar dhe në përputhje me detyrimet ligjore dhe ndërkombëtare. Dërgimi FSK-s në këtë mision përfshin pjesëmarrjen e personelit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në kuadër të komandës së unifikuar
të forcës ndërkombëtare të stabilizimit, e cila ka për mision të mbështesë zbatimin e planit gjithëpërfshirës për t'i dhënë fund konfliktit në Gaza. Maqedosi garantoi se operacionet e forcës ndërkombëtare stabilizuese do të kryen në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara të drejtën ndërkombëtare detyruese të zbatueshme, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare, rregullat e angazhimit të forcës ndërkombëtare stabilizuese, marrëveshjet e zbatueshme për mbrojtjen e statusit dhe instrumente të tjera detyruese. Ky angazhim është në përputhje me rezolutën 2803 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila ka krijuar kornizën ndërkombëtare për stabilizimin e situatës në Gaza dhe mbështetjen e një force të përkohshme ndërkombëtare me fokus në siguri, stabilitet, mbrojtje të civilëve dhe mbështetje të përpjekjeve humanitare. Vijon betejë për zgjedhjen e presidentit në Kosovë. Kryetaria e Kuvendit Albulena Xhiu deklaroi se nuk është përmbyllur seanca për zgjedhjen e kreut të shtetit, por vetëm është ndërprerë dhe do të vazhdojë sapo të plotësohen kushtet. Në seancën e 5 marsit unë kam thënë që seanca ndërpritet, por jo përmbyllet. Dhe kam thënë që ajo do të hapet dhe do të thirret pra kur të plotësohen kushtet. Ajo tha se pret që të ketë takime dhe përpjekje nga subjektet politike për të arritur një zgjidhje dhe për të shmangur zgjedhje të jashtëzakonshme. Unë pres që të ketë kërkesa, ftesa për takime nga kryetari i vetëvendosjes, kryeministri Albin Kurti, për subjektet politike. Siç u njoftova, kryeministri Kurti sot ka bërë të qartë që do të vazhdojë me ftesat për subjektet grupet parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës, prandaj uroj që këto debate, këto diskutime, këto takime të çojnë deri tek një zgjidhje për çështjen e presidentit. Është shumë e rëndësishme që vendi të mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kreu i grupit parlamentar të LDK-s paralajmëron se nëse vetëvendosjes i mungon vullneti për një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, atëherë kjo forcë politike është e gatshme për zgjedhje të reja. Jona Lushaku theksoi se partia e saj e pranon vendimin e gjykatës kushtetuese dhe do të vazhdojë të mbajë qasje bashkëpunuese në dialogun politik për zgjedhjen e presidentit. Është tepër e rëndësishme që në këtë fazë Kosovës t'i jepen institucione funksionale dhe të mos cënohet për asnjë çast funksionaliteti i shtetit tonë. Ne do t'japim kontributin tonë për aq sa është përgjegjësia jonë, por duhet mos harruar se përgjegjësinë kryesore e bën partia më e madhe, që ka numrin më të madh të deputetëve dhe pa të cilën nuk mund të zgjidhet presidenti. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu paraqet në kuvend nismë ligjore që synon sipas tij mbrojtjen e fëmijëve dhe adoleshentëve nga ato që cilëson si koncepte gender ideologjike. Në një deklaratë publike Sheu vlerëson se nisma synon të vendosë kufizimin në arsimin parauniversitar dhe në hapësirat publike, duke ndalur përfshirjen në tekste shkollore dhe aktivitetet edukative të koncepteve që lidhen me identitetin gjinor, ndryshimin e seksit dhe familjet LGBTQ. Propozimi përfshin dhe ndalimin e përmbajtjeve të tilla në media dhe botimet të dedikuara për të mitur, si dhe kufizimin e pjesëmarrjes së adoleshentëve deri në 18 vjeç në aktivitete që promovojnë këto koncepte. Kryeministri Edi Rama është i bindur se Shqipëria po ecën e pandalur, me hapa konkrete të sigurt për përmbushur reformat që na parafrojnë me standardet europiane. Në një takim informues mbi çështjen e negociatave me Bashkimin Evropian, kreu i qeverisë shqiptare vlerësoi se rritja e kapaciteteve institucionale sjell dhe forcim të rendi ligjor, jo thjesht në ushtrimin e pavarur gjyqësor, por dhe në drejtim të ushtrimit të pushtetit të çdo institucioni në funksion të zbatimit të ligjit dhe garantimit të drejtave të qytetarëve. Ky proces konsolidon institucionet e drejtësisë, të cilat tani më kanë kaluar një fazë tjetër, pasi kanë pavarësinë që se kanë pasur kurrë, dhe ndërkohë në procesin e konsolidimit do duhet të rrisin profesionalizmin, pamshmërinë edhe sigurisht pastaj edhe cilësinë e shërbimeve të tyre. Ministri e Shtetit dhe kryenegociatorja Majlinda Dhuka vlerëson se Shqipëria është në rrugën e dur drejt familjes europiane për të përmbyllur kushtet dhe kriteret e antarësimit deri në fund të vitit 2027. Shqipëria ka marrë deri tani mbështetjen e Bashkimit Evropian, si sa i përket Komisionit, ashtu edhe vendeve anëtare. Megjithatë, shumë punë është përpara për t'u bërë deri në vitin 27, po edhe mbas vitit 27 deri në fund të dekadës, kur aspirojmë që të kemi mbushur kriteret për të qenë
antar i familjes europiane. Në takimin ku të pranishëm ishin kryeministri Edi Rama, ministra e zëvendës ministrat e qeverisë, Dhuka tha se Shqipëria ecën me hapa të sigurt pas një ndërprerje në rrugën drejt familjes europiane, si dhe në përgatitjen teknike ashtu dhe në pikpamjet e vullnetit politik të reformave të qeverisë dhe të gjithë institucioneve. Shqipëria mendon, të paktën sa i përket vlerësimit të saj dhe vlerësimit pozitiv të komisionit, pret me respekt vlerësimin e vendeve anëtare, se i ka përmbushur 24 kushtet e ndërmjetme, ndryshe thënë 92 ende që kritike ose pika veprimi strategjik. Të gjithë jemi të vetëdijshëm sepse të gjithë ministrat, kryeministri i parlamenti dhe të gjithë punonësit kanë qenë pjesë intensive e kësaj arritjeje. Sipas Dukës, Shqipëria ka marrë 101 kushte për mbylljen e negociatave pasi ka përmbushur 24 kushtet e ndërmjetme. Shqipërisë i janë dhënë tashmë kushtet për mbylljen e negociatave për 31 nga 33 kapitujt nga Bashkimi Evropian. Deri tani Shqipëria ka marrë 101 kushte për mbylljen e negociatave, mbasi ka plotësuar 24 kushtet e ndërmjetme. Partia Demokratike pretendon se me vendimin për të mos lejuar arrestimin e Belinda Ballukut, Edi Rama mbylli rrugtimin e Shqipërisë në B. Në një konferencë përshtyp, Sali Berisha argumentoi se në raportin e tetorit 2025, Komisioni Evropian e ka ngritur si çështje themelore për Shqipërinë rritjen e presionit politik ndaj gjyqësorit, luftën e dobët kundër korrupsionit dhe problemet madhore me lirinë e mediave. Do t'ishte e padrejtë që të shkarkonim mbi Lubin këtë përgjegjësi. Lubia ka përgjegjësi të mëdha për vjedhjet që ka bërë, për shpërdorimin, për vjedhjen e miliarda eurove. Njeriu që mbylli dyert e Europës duke përdorur për këtë qëllim dosjen e Lubis, mbasi është dosja e tij, është Edi Rama dhe ka vetëm një emër që quhet Edi Rama. Shfuqizohet masa e sigurisë detyrim paraqitje dhe ndalim për dalje jashtë vendit për Ajola Xozën, bashkëshorten e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Shkak për vendimin e gjykatës së posaçme u bë argumenti i gjendjes shëndetësore. Në këtë kusht Ajola Xoza do të gjykohet pa ndonjë masë sigurie ndryshe nga bashkëshorti i saj Erion Veliaj që mbahet në paraburgim prej 10 shkurtit të vitit kaluar. Erion Veliaj dhe Ajola Xoza akuzohen për një skem komplekse pastrimi parash ku biznesmen që fitonin leje ndërtimi në Bashkinë e Tiranës injektonin para rushfeti në kompanitë e kontrolluara në mënyrë direkte apo të tërthort nga bashkëshortja e kryebashkiakut. Skënder Hita është drejtori i ri i policisë së shtetit në Shqipëri. 46 vjeçari, i u nështrua një konkursi mes 14 kandidatëve të cilët kaluan në filtrin e komisionit posaçëm në Ministrinë e Brendshme në garën e hapur më 3 mars. Emri i tij u përzgjodh nga ministri i Brendshëm Besfort Llamallari, i cili në një postim në rrjetet sociale shkruan se ky vendim është i bazuar në merit, profesionalizëm dhe integritet. Ndryshimin në drejtimin e Forcës Ajrore të Shqipërisë, presidenti Bajram Begaj dekreton General Brigade Edmond Abbas Voci në detyrën e komandantit të Forcës Ajrore. Voci zëvendëson në detyrë General Major Ferdinand Vasil Dimo. Kryeministri i Shqipërisë pretendon se projekti Lungomare 3 në kantierin Vlorë Orikun po vijon me ritme të larta. Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga punimet që po kryen në kantierin e transformimit. Bypassi Orikun Lungomare 3 shtrihet mbi kodrat e rrugës Vlorë Orikun do të mundësoj një frymëmarrje krejtëre për Vlorën. Ky investim strategjik zgjeron hapësirën e turizmit cilësor të Vlorës dhe krijon kushte optimale për vijimin me Lungomare 4 në zonën e Orikumit, duke bërë Vlorën qytetin bregdetar me shëtitoren më të gjatë të detin Mesde. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shqyrtojnë mundësinë e pushtimit të ishullit iranian Karg. Presidenti amerikan Donald Trump tha për Financial Times se bisedimet diplomatike duket se po ecin përpara dhe se do donte të merrte kontrollin e naftës së Iranit. Për të qenë i sinqert me ju, gjëja ime e preferuar është të marr naftën në Iran, tha Trump. Kjo ka të ngjarë që të kërkojë që forcat amerikane të marrin ishullin Karg në gjip përmes të cilit rrjedhin afërsisht 90% e eksporteve të naftës së vendit. Pentagoni thuhet se ka vendosur rreth 10.000 trupa të trajnora për operacione toksore, megjithëse ekspertët paralajmëron se pushtimi i ishullit mund t'i lërë ushtarët të ekspozuar ndaj sulmeve iraniane. Trump tha se bisedimet indirekte me Iranin përmes tërmjetësve pakistanez po përparonin. Ministria për Ropën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri u bën thirrje qytetarëve shqiptar që të shmangin çdo dëtim
jo të domosdoshëm në mënyrë të veçantë udhëtimet për arsye turistike në këtë rajon. Në vijim të komunikimeve të menjëhershme lidhur me përshkallëzimin në rajonin e lindjes së mesme dhe në kushtet e pasigurisë dhe të paparashikueshmërisë së zhvillimeve, Ministria për Ropën dhe Punët e Jashtme përsëriti thirrjen për qytetarët shqiptar që të shmangin sa më shumë të jetë e mundur çdo udhëtim jo të domosdoshëm veçanërisht për arsye turistike në këtë rajon deri në njoftim të dytë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.